Përshëndetje të gjithëve. Për sot të flasim për vajrat, për pastrimin e fytyrës në vajrat dhe cilat janë vajrat më të mirë pastruar në çdo tip lëkure. Kur ne kemi fjalën vaj, gjëra e parë që na vjen në mend është fytyra e ndyrshme, pore shumë të hapura, aknet, pikat e zeza. Por në të vërtetë është këtë kundërta. Pastrimi i fytyrës në vaj është një nga metodat më të mira që mund të përdorni dhe fytyra juaj do t'ia vlerësoj shumë këtë. Sepse ato reduktojnë shumë aknet, pastrojnë shumë pikat e zeza, mbyllin poret, qetësojnë lëkurën dhe janë të produktet që kanë më pak kimikate. Pastrimi i fytyrës në vaj ka filluar që në Greqinë e lashtë, që atëherë kjo metodë ishte mjaft e njohur për të pasur një fytyrë sa më të plëmuar dhe sa më të butë. Por është shumë e rëndësishme të dimë se cili është vaji i përkryer, vaji i përshtatshëm për tipin tuaj të lëkurës. Kur ju të bëni pastrimin e fytyrës në vaj, nuk duhet të shkëlqej shumë lëkura, më shumë se zakonisht. Ajo duhet të ndihet e relaksuar, e freskët dhe fytyra juaj duhet ta përcjellë këto tërë vajin. Nëse ndodhin të gjitha këto, atëherë keni gjetur vajin e duhur. Por ka disa vajra, të cilat në varësi të përbërjeve që ato kanë, mund të aplikohen më mirë në disa lloje të ndryshme lëkurës. Për shembull, kemi lëkurat e ndryshme. Lëkurat e ndryshme të predispozuara të kenë në sipërfaqen e tyre një shtresë yndyrore, të kenë akne. Këto akne mund të jenë edhe mbi sipërfaqen e lëkurës, por edhe në lëkurë. Të kenë pore të hapura dhe shumë pika zeza. Vaj më i mirë për fytyrat e ndryshme është ai që ka acid linoleik. Acidi linoleik futet tek acidet e lehtë, e cila mund të përthithet shumë herë nga këto lëkura dhe përthithet me mjaft lehtësi. Acidi linoleik është vërtetuar që mund të mbyllë rreth 25% të poreve në një periudhë kohore prej 2 javësh. Pra në qoftë se ju e përdorni më shumë vajra të cilat kanë acid linoleik, atëherë dhe rezultatet nga ky vaj do jenë shumë të mira. Vajra që kanë më shumë acid linoleik është vaji faravetrushet. Ai ka një përbërje rreth 69% ka acid linoleik. Është vaji tamu që ka 65% acid linoleik. Është vaji Suzani gjithashtu i cili ka 50% të përbërjes së saj acid linoleik. Kemi më pas fytyrat e thata. Fytyrat e thata janë ato fytyra të cilat janë mjaft të tërhequra dhe janë mjaft të predispozuara të krijohen rroda. Vajrat më të mira për këto tipe lëkurësh janë vajrat të cilat kanë acid oleik. Acidi oleik futet tek acidet e rëndë dhe që është vërtetuar që është një nga komponentet më të mirë të vajrave për këtë tipe lëkurash. Një nga vajrat më të mira për lëkurat e thata është vaji i ullirit. Ai ka 55 deri në 85% acid oleik. Kjo varet nga tipi i vajit ullirit që është, por më mirë është ai që është i presuar në ftop. Një vaj tjetër mjaft i mirë është vaji macadamia, i cili edhe ky ka 85% e tij ka acid oleik. Kemi më pas vajin e bajaneve, i cili ka 68% acid oleik. Kemi vajin e avokados, i cili ka 75% acid oleik. Kemi dhe vajin e arganit, që për mendimin tim është një nga vajrat më të mirë. Ky ka 47% acid oleik. Më pas janë fytyrat shumë thata. Janë ato fytyrat të cilat në qoftë se vajrat e lartë përmendur nuk kanë dhënë rezultat. Kemi vajin e kokosit, i cili është shumë i mirë. Kemi dhe vajin e mangos. Vaji i kokosit dhe vaji i mangos kanë acid palmitik, i cili edhe ky është një acid mjaft i mirë, është një komponent mjaft i mirë i vajrave për lëkurat thata. Në qoftë se keni një lëkurë mix, lëkurat mix shpesh herë janë të predispozuara të kenë një shtresë yndyrore në zonën T, e cila është zona e ballit dhe undës, dhe më pas pjesa tjetër e lëkurës është e thatë. Nuk është nevoja që të përdorni 2 ose 3 vajra njëkohësisht. Vaji i Suzanit është një nga vajrat më të mirë për fytyrat mix. Por më pas ai që qëndron në krye të listës është vaji i jojobës, ai ka acid linoleik, acid oleik bashkë dhe është një nga vajrat i cili afrohet më shumë vajit natyror që prodhon në trupi ynë. Ky është një nga vajrat e cila mund të përdoret për gjithë llojet e lëkurës, ai hidraton, e lëmon ato, qetëson aknet. Ne këtë vaj mund ta përdorim mund ta përzijem edhe bashkë me vajra të tjerë, si për shembull vaji i pemës çajit për të reduktuar aknet, bashkë me vaj limoni për të hapur ngjyrën e lëkurës, me vaj kamomili për fytyrat mikse, po mund të hedhim edhe xhel aloe vera, pasi aloe vera dihet për vetit e saj kuruese,
për të shëruar plagë të ndryshme. Pra, kjo ishte lista e vajrave që unë kisha përgatitur duke u bazuar në çdo tipi lëkure. Tek përshkrimi më poshtë do të keni të shkruar edhe një herë të gjithë emrat e vajrave për lehtësi. Në qoftë se ju pëlqeu videoja, mund të bëni like dhe subscribe, për sugjerimet tuaja për të tjera vajra, dhe në qoftë se përdorni ndonjë nga vajrat e lartë përmendur, pres të më shkruani për eksperiencat tuaja. Shpresoj të kem ndihmuar sadopak dhe do shikohemi në videon e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.